U thirr në motën protesto kundër vjedhjes së qytetarëve dhe u reklamua si një protestë pa ngjyrim politik, por thirrjes u përgjigjën pak qytetarë Durrësak, më pak se gishtat e njërës dorë. Sipas organizatorit Oresti Berberi, që pavarësisht se është i angazhuar politikisht, tentoi të organizonte një protestë jo partijake, është e vështirë që njerëzit të dalin spontanisht dhe të ngrenë zërin për shqetësimet që kanë. Ky është rezultati i një proteste pa ngjyrim partijak. Kur të kemi protesta të ngjyrimit partijak, do të shikoni masivitetin e madh që do të kenë ato protesta. Qyteti i Durrësit është një terren i vështirë për të organizuar dhe revoltuar njerëzit, dhe si një terren i tillë, ky është rezultati i qytetarëve dhe interesimi i tyre për të ngritur zërin në këtë qytet. Në sheshin para bashkisë ishin sot të pranishëm në protestë vetëm 2 familje, të mbetura të pastreha nga tërmeti 26 nëntori 2019. Njëri nga protestuesit ngriti shqetësimin për mos futje në apartamentet e reja të ndërtuara në sitin e spitalës, për shkak se nuk u janë dorëzuar ende çelësat. Protestojmë për vonesën e këtyre ndarjes çelësave, e para. E dyta, në bazë të vendimit që ka marrë Këshilli Bashkiak në vitin 2020, ishte rindërtim në trurin ekzistues, që e cila nuk u bë. Dhe në marsin e 2023 u hoq dhe qiraja, dhe kemi ngel një pozicion sot që vim marrë informacion si ka sjell firma. Arsye nuk di. Për të pastrehet e tërmetit, ndërprerja e bonusit të qeras prej 2 vitesh ua ka vështirësuar jetesën së tepërmi, edhe për shkak se çmimet e qerave të banesave kanë arritur majat. Ne nga halli që kemi, jemi duke shkuar në përshpit e botës me qera nga 300, 400. Ne nuk e arrim dot këtë shpenzim që bëhet. Ama ku është shteti që të vërë një limit për qeran që i jep tjetrit? Se neve nuk është se po marrim luks, ne jemi në lagështira, në shtëpiat që janë cop-cop, të parregulluara, të pasistemuara. Pra jemi në hall. Pension jemi, nuk kemi të ardhura. Ku t'i marrim? Megjithse në shesh ishin thirrur për t'u bashkuar protestës të gjithë qytetarët që kanë protestuar vitet dhe muajt e fundit, me zitën e kësaj të hëne, protestës i munguan pjesëmarrësit.